Shoqata e transportit në Shqipëri ka lajmëruar se ditën e hënë pritet të reduktohet flota autobusëve me 30% në linjat urbane në kryeqytet dhe në Kamës, nëse nuk do të ketë një mbështetje financiare nga ana e qeverisë. Jemi të detyruar të njoftojmë se transporti publik ditën e hënë, nëse nuk do të kemi një reagim nga institucionet, jo për shkak të një presioni që mund të bëjmë, por për shkak të pamundësisë ekonomike, do të reduktohen flota e mjeteve me 30%, gjë që është në dëm të operatorëve, por edhe të qytetarëve, cilët nuk do të marrin një shërbim siç duhet ta marrin, siç ata e meritojnë. Shtrëngtimi i naftës sipas tyre ka një ndikim shumë të madh në rritjen e kostove operative të linjave. Ata prej ditësh i kanë nisur një letër institucioneve përgjegjëse, por ende pa marrë përgjigje. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje dhe asnjë reagim as nga institucionet përgjegjëse, as nga bashkitë përkatëse, por edhe as nga bordi drejtues që mbikëqyr çmimin e karburantit. Ne jemi në pritje të një reagimi, të ulemi në një tryezë të përbashkët nga të gjitha institucionet përgjegjëse, në mënyrë që të gjejmë gjuhën dhe ku duhet që qeveria, si ajo vendore, por edhe ajo qendrore, të marrin masat dhe të kenë lehtësime në këtë sektor. Sipas të dhënave nga shoqata e transportit, në Tiranë dhe Kamës operojnë 310 autobusë urban që në skenarin më të keq pritet të reduktohen në bazë të matjes së kostove që kanë përcaktuar operatorët privat që i kanë këto linja. Sipas tyre, mungesa ndërhyrjes nga institucionet mund të çojë në falimentimin e subjekteve të transportit. Operatorët propozojnë masa si subvencionim për litër karburanti ose ulje të taksave, si akciza dhe taksa e qarkullimit, duke shtuar se ulja aktuale e akcizës nuk ka ndikim real në sektor.